Jemi në Ksamil për t'ju përditësuar me një nga investimet më të fundit në këtë zonë. Bëhet fjalë për një dupleks i organizuar në 3 dhoma gjumi, 2 tualete, salon kuzhinë dhe më e veçanta një pishinë private, vetëm për këtë dupleks. Shumë rrallë në Ksamil mund të gjeni investime të këtij lloji, pasi të gjithë janë të orientuar në pjesën e hotelerisë për qëllim akomodimi. E njëjta gjë edhe me këtë pronë, ju mund ta shfrytëzoni për këtë arsye, por kjo mund të jetë edhe një banesë e përhershme për ju. Siç e shikoni, këtu çdo gjë tashmë është e përfunduar dhe është e mobiluar deri në çdo detaj të mundshëm, duke filluar me elektroshtëpiake, me mobilim, me të gjitha pajisjet hidrosanitare të nevojshme. Ambienti këtu është kuzhina bashkë me dhomën e gjumit. Ky është tualeti kryesor i dupleksit. Në pjesën perëndimore keni daljen në verandë dhe në pishinë. Pishina private e këtij dupleksi është ajo çfarë i jep më shumë vlerë kësaj prone, pasi këtu jeni në privatësinë tuaj. I gjithë objekti po ashtu ka dhe një pishinë tjetër të madhe që është për të gjithë rezidentët, por sipërfaqja e kësaj pishine është goxha e konsiderueshme dhe ju nuk do t'ju duhet që të dilni nga ky apartament dhe të shkoni në pishinën kryesore. Këtu është dhoma e parë e gjumit që ndodhet në katin 0, siç e shikoni edhe kjo është e gjitha e mobiluar me krevat, dyshek, mobilje, muret e përfunduara me panel, kondicionerët janë të vendosur në të gjitha ambientet në dhomat e gjumit dhe po ashtu dhe në salon kuzhinë. Me shkallët e drurit pastaj është aksesi për në katin sipër. Planimetria e këtij kati është e organizuar në 2 dhoma gjumi dhe një tualet. Këtu është dhoma e parë e gjumit, që po ashtu edhe kjo është totalisht e mobiluar, e përfunduar. Dhe përballë është dhoma tjetër e gjumit. Të treja dhomat kanë hapësirë goxha të bollshme dhe janë të gjitha me krevat dopjo. Pra këtu ju mundësohet akomodim për të paktën minimumi 6 persona, pa llogaritur dhe divanin që është i vendosur në dhomën e ndenjes. Çdo gjë është komplet e përfunduar dhe nuk ka banuar askush më përpara, janë të gjitha të reja. Ky këtu është tualeti i katit të sipërm. Punimet janë nga më cilësoret, si edhe materialet e zgjedhura, duke filluar që nga pllakat e përdorura, që nga materiali drurit i përdorur si bordur dhe po ashtu dhe për shkallët. Të gjitha muret janë të patinuara dhe të lyera. Ky apartament vjen për një çmim 350.000 euro dhe më kryesorja. Ka edhe garazhin e përfshirë për këtë apartament, pasi siç e dinë të gjithë, parkimi është kthyer në një sfidë kohët e fundit, si për në Sarandë, po ashtu edhe në Ksamil. Brenda në çmim ju keni të përfshirë garazhin që ju heq dhimbjen e kokës për këtë pjesë dhe me veçanta, siç ju thash, dupleksi vjen edhe me pishinën private.